Dilemë që po të pyesen edhe ty, është që Shëndriti e gjen tash veten në Prishtinë në Tiranë. Për momentin jam në Tiranë. Shumë pak jetu në Prishtinë, po shpresoj që është për shkak të angazhimeve që i kemi me Top Channel, edhe normal kena gjana të cilat janë projekte të cilat na takojnë, kështu që ka biseda, ka zhvillime të cilat janë duke u bërë për një projekt të veçantë shumë të bukur atje. Ka marrë oferta edhe në Kosovë. Nuk është që tash unë kam e thani jo Kosovë edhe veç Tiranë. Adresa është e hapur, e din ku më shkrujt, e din ku më gjetë. Po e tham shkurt shqip, ku më konvenon ma mirë që aty ka me shku, sepse jeta është bërë shumë dinamike edhe unë mendoj që duke i krijuar një standard të mirë vetës, kemi edhe më pak probleme. Kështu që njerëzit duhet punojnë për me arrit një lloj standardi ku ata nuk e kanë problem për me jetu. Sepse në standarde të ndryshme njerëzit mbijetojnë. Domethënë, unë e di sa e vështirë është, kështu që unë jam në tentativë për të kriju diçka që mua më lejon hapësirën me qenë i pamvarur. Nuk e shlyej mundësinë për të punu diçka në veçanti, vetë, duke mos qenë pjesa asnjë media, por normalisht mediat janë drejtoria ime e parë, Kanal D që ka qenë shtëpia ime e parë, edhe nuk i them kërkujt jo, për shkak se në çdo praktikë jetësore timën që e kam qitë në përdorim, në çdo vend pune ku kam qenë unë edhe sot dhe tutje i kam dyert e hapura. Për shkak se nuk jam një person mos mirënjohës, e vlerësoj gjitha hapësirat edhe mundësitë që mi japin njerëzit, edhe sepse unë sot nuk kisha me kanë nëse s'kisha punu për shembull me ty nga fillimi. Nëse nuk më kishe qiti në televizion edhe më kishe lanë hapësirën për unë me tregu veten. Unë jam shumë mirënjohës për këtë pjesë, edhe sot dhe tutje, unë e prap, do me thonë, nuk është që i ku mbyll dyert e Prishtinës, nëse më vjen ndonjë ofertë shumë e mirë, pse jo, kush i thot jo ofertave të mira. Sidomos kur është vendi yt. Po, edhe është vendi yt, por që ka diskutime në Tiranë për momentin, megjithëse në Kosovë ende nuk kam diçka në diskutim, po. Në Tiranë jam duke diskutuar, është shumë interesante sepse nuk është vetëm Top Channel, por janë edhe mediat e tjera të Tiranës që të shkruajnë edhe të ofrojnë vende pune. I falenderoj të gjithë, por këtë periudhë ku jam unë për momentin, jam duke e qetësu veten. Që me marrë një vendim të drejtë. Po, me qenë sama i frytshëm për mu ai vendim. Po, edhe unë shpresoj që vendimi tjetë në të mirën tënde, kudo që është, normalisht na dojmë që t'jesh në Prishtinë e të kemi afër, po edhe Tirana s'është larg, kudo që je, unë i los mediat e Kosovës mos më të lëshu, e gjëna është me të lanë me shku në Tiranë, po prapë se prapë e tha në të mirë tënde, gjithmonë është vendimi në të mirë tënde, edhe dush me menu për jetën tënde, për familjen tënde.